Sali Berisha ka treguar për çfarë informoi Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në një dalje përshtyp, kreu i Partisë Demokratike tha se foli për shkeljet e të drejtave të njerëzit në Shqipëri dhe lidhjet e shtetit me krimin organizuar në vend. Për të, arrestimin dhe përndjekjen e liderëve opozitar nga qeveria e kryeministit Rama prija të kalojë dhe regjimin autoritar të Bielorusisë të Lukashenkos. Berisha gjithashtu theksoi se informoi komunitetit për trajtimin në burg të kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta. Ai tha se denoncoi kushtet e tmerrshme në burgje dhe tortura që ushtron ndaj të burgosëve, duke përfshirë një numër të madh të rinjve që humbin jetën si pasojë e helmeve nga droga. Kreu i PD-s u shpreh se Shqipëria ka humbur parimin e prezumimit të pafajësisë. Kreu i PD-s u shpreh se Shqipëria ka humbur parimin e prezumimit të pafajësisë, me 67% të burgosëve që janë të paraburgosur, një shifër alarmante që nuk ekziston në asnjë vend tjetër. Mendoj se ishte shumë e dobishme dhe domosdoshme që parlamentarët e grupeve kryesore parlamentare, siç është grupi PPE-s në këtë institucion, të mësonin me dokumenta dhe fakte të pakundërshtueshme të vërtetat e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë, të cilat do që me interes shumë të madh, u shpreh Berisha.